do t'ju ftojmë dhe juve si media, jam I bindur që drejtësia herët ose vonë do t'jetë triumf. Se ka bërë këtë, zotëri Molli? Ka qenë strategji elektorale kjo? Kjo është strategji e tina për me kriju insinuata, sepse I tillë është dhe me ikë prej përgjegjësisë së debateve. Ka 10 fakte në debatin e fundit, debat për 1 me, dhe pas debatit në intervistën e tij, që ai vetë e demanton vetë. Pra ai mbante një letër lartë, kështu në dorë, se pllaka në Prellush është ndërtuar në vitin 2018 sipas tij. Dhe më thoshte se në kohën kur ti ke qenë drejtor, me besoni ose jo, 2 ditë mrapa I ka paguar portalet për ta vendosur lajmin që pllaka tash është ndërtuar në 2003. Pra një njeri që është ajo ende aty? Një njeri që as 2 ditë nuk I mban fjalët, sepse një thënie psikologjike thotë, nëse dëshiron të mos mbash mend, thuaje gjithmonë të vërtetën. Kur të thuash të vërtetën, kur do që të ripysin për një çështje të caktuar, do të përgjigjesh njësoj. Nëse se thu të vërtetën, ka mundësi që pas 2 ditë e harron gënjeshtrin. Prandaj nga pretendimi se në vitin 2018 është ndërtuar pllaka, 2 ditë mbrapa e harroi ato çfarë ka thënë dhe e postoi të sponsorizuar një lajm në portalet e tij dhe sejmenet e tij se gjëja pllaka është ndërtuar në vitin 2003. Në ndërkohë, mena 40 sekonda ose më pak se 40 sekonda, në një moment thotë që pllaka s'ka leje në Prellush me mbishkrime ultranacionaliste serbe me thirrje për hakmarrjen ndaj shqiptarëve dhe pas pak sekonda thotë unë nuk e di a ka leje, kur unë I them pse s'veproni ju si kryetar komune për ta përdorur bagerën në mënyrë që kemi një pllak pa leje, sepse komuna zbaton ligjin dhe nuk të jenë ndërtime pa leje. Kështu që kjo është e vërteta që ai po provon me kamuflu përmes këtyre insinuata, por ne jemi këtu për ta sqaruar. Shikoni këto dokumente. Këtu janë dosjet e skandaleve të Friti Drizit. Asnjë prej pyetjeve që unë ja kam bërë në gjitha debatet televizive në rundin e parë dhe në debatin në ballotazh, nuk ka arritur të përgjigjet, sepse karrierën time politike e ngris mbi argumentin e fakteve. Asnjëherë në jetën time nuk do ta përdor shpifjen për ngritje politike. Për këtë arsye, e vërteta përballë shpifjes triumfon, e ne e përfaqësojmë të vërtetën me fakte, e ai nuk ka guximin të përballet, më vije keq, por 2 vitet e fundit raporti I auditorit është I kualifikuar në komunën e Vushtrës. Këto nuk e thot Sulejman Meholli. Këto e thot raporti I auditorit, zyra kombëtare e auditorit, institucioni pavarur. Edhe ky fakt është për herë të parë në 26 vite. Asnjëherë komuna e Vushtrës në këto 26 vite nuk ka pasur 2 vite me radhë raport të kualifikuar të auditorit. Këto janë fakte që nuk ndryshohen. Ka pruar buxhet dhe ka miratuar jashtë procedurave të rregullta ligjore. Ka vendosur 720.000 euro për fshatin Prellush me shumicë serbe. Dhe kishte në ekran televiziv, në atë emision tek Jeta Gjara, që e kishte publikuar Jeta Gjara ato që ja kanë thënë vetë komuna e Vushtrës, sepse ajo nuk e prodhon vetë buxhetin e Vushtrës. Në anën tjetër unë mboja letrën me tabelat buxhetit, të nënvizuar kodin buxhetor për Prellushën. Ai thotë që pavarësisht çka keni qitë ju nuk ka çështë. Pra, një kryetar komune, kur merr një vendim, mendoj që duhet të qëndrojë mbrapa, pavarësisht çfarë vendimi është, dhe ta jap shpjegimin për ato. Por jo gjërave të vërteta që argumentohen me dokumenta zyrtar, të provon të shpall të pavërteta për shkak se ai ndihet I turpruar pse I ka marrë ato. Në qoftë se ai ndihet I turpruar pse ka bë favorizim të Prellushës në investime kapitale, ajo nuk është dashur me e bë në planifikim buxhetor fillestar, por nëse e ka bë, duhet të qëndrojë mbrapa dhe të arsutoj. Por kjo është e vërteta me të cilën ai nuk po mund të ballafaqohet. Megjithatë, zotëri Molli, mendoni se të gjitha këto përballje dhe akuza, kundër akuza me njëri tjetrin po ju largojnë nga temat, po I quaj të qytetarëve, ato për të cilat do duhet dhe të flitej në këtë fushat? Jo, absolutisht jo, nësa po isha në emision